Ngjyrat, idetë dhe emocionet morën formë në hapësirat e Fakultetit të Arteve, ku qel ekspozita vjetore e studentëve të artit figurativ. Një ngjarje që nuk prezanton vetëm vepra artistike, por rrëfen rrugtimin krijues të një brezi të ri artistësh, të cilët përmes panelit, lapsit dhe imagjinatës kanë shndruar mendimet e tyre në art të prekshëm. Në këtë mbrëmje u ekspozuan punimet më përfaqësuese të realizuara gjatë vitit akademik, ndërsa me mirënjohje u vlerësuan edhe studentët më të dalluar për përkushtimin, talentin dhe sukseset e tyre. Një punë një vjeçare i erdhi fundi, sot me shumë sukses, dekoruat edhe shumë student, edhe ekspozuat punën e palodhshme, atë talentin e pashpallur ndoshta të studentëve tuaj më të spikatur, një punë jashtëzakonisht për t'u vlerësuar. Si po ndiheni sot pasi që ka mbaruar gjithçka? Francezët thonë tout est bon quand les choses se finit bon. Gjithçka është mirë kur përfundon mirë. Ne nuk patëm një përfundim të mirë, por një përfundim të shkëlqyeshëm. Falë angazhimit të madh të profesorëve, studentëve të cilët u besuan, në fakt dhe na besuan, patëm po them kështu një përfundim të jashtëzakonshëm. Ky është një moment shumë i dashur dhe shumë i mirëpritur për studentët tanë, natyrisht ata gjithë mundin e tyre të derdhur brenda një viti, për disa çaste ata ekspozojnë punën e tyre dhe natyrisht ndjejnë, presin mirënjohjen për neve, presin mirënjohjen për prindërve, për profesorëve dhe këtë më së miri ndjen ata. Por unë vërtet jam shumë krenar me punën që bëjnë stafi akademik të ne, janë profesorë jashtëzakonisht të përkushtuar, kemi emra eminent, fatmirësi që i kemi këta profesor, fatkeqësi që ndoshta për një të ardhme jo shumë të largët nuk do t'i kemi, mirë po uroj dhe shpresoj që gjeneratët e reja të rrisin ambicet e tyre, të ngritën në arsimim në punë kreative dhe të kemi kush na zëvendësoj. Nga ajo që shohim ne është se stafi juaj ndiheni si një familje e afërt dhe jeni të gjithë për një për të gjithë. Është profesion specifik. Ne nuk dim ndryshe të punojmë përpos të jemi familjar, përpos të jemi shumë të afërt, si stafi mes vete, po ashtu edhe studentët. Ndoshta këtë e bën ajo që kemi numër të vogël studentëve, natyrisht dhe puna nuk është nga distanca, por është punë interaktive dhe shpresoj dhe uroj që ky interaktivitet të ketë sukses në këmbimin e energjive, diturive, njohurive dhe kompetencave që ata përfitojnë. Kemi edhe pak edhe regjistrimin e studentëve. A pritni numër të lartë të studentëve në regjistrime, sepse jashtëzakonisht të rinjt janë shumë kreativ dhe e duan artin në përgjithësi? Uroj dhe shpresoj që të kemi. Unë padyshim besoj në rinin tonë dhe besoj në kombin tonë, që ne jemi popull ardashës, jemi popull kreativ dhe nuk ka dilemë që do të kemi studentë. Sot pra jemi edhe në ekspozitën e fundvitit të Fakultetit të Arteve pranë Universitetit të Shtetëror të Tetovës dhe pam ca studentë të cilët janë të grumbulluar këtu, pam edhe të gjithë profesorët edhe juve si kryesi e universitetit, të cilët dhatë edhe mirënjohje për studentët më të mirë të çdo katedre. Më thuaj se sa ishte e lodhshme ta përgatitni këtë ekspozitë, për zgjedhni studentët më të dalluar dhe po ashtu ti motivoni ata për një të ardhme, sepse ata e përfundojnë edhe vitin e tyre dhe normalisht jeta e tyre tek vazhdon. Më thuaj gjithçka rreth këtij organizimi. Do me thënë sot shënuam një moment shumë të veçantë të përmbylljes suksesshme të një viti akademik, ku shfaqen rezultatet e punës krijuese të studentëve brenda vitit akademik. Në fakt u paraqitën fusha të ndryshme të artit pamor, siç janë piktura, skulptura, grafika, dizajni grafik dhe qeramika. Është shumë vështirë që në fund të bëjmë një përmbledhje të punimeve të studentëve, sepse edhe hapësirat janë po aq të vogla,
ku nuk mundemi të gjithë punimet t'i ekspozojmë. Megjithatë, në mënyrë selektive kemi zgjedhur punimet më të mira të punës së tyre krijuese brenda vitit akademik. Siç përmendet, po ashtu ne sot ndam edhe mirënjohje për studentët të cilët kanë treguar sukses më të lartë gjatë ciklit të studimeve dhe po ashtu studentë të cilët kanë marrë mirënjohje në fushat të caktuara të artit, në përgjithësi në pikturë, në muzikë, në artin dramatik e kështu me radhë. A është kjo një mënyrë edhe një formë stimulimi edhe për studentët të cilët tek presin të jenë viti i tretë dhe normalisht të mbarojnë studimet e tyre dhe pse jo në të ardhmen të jenë thjesht kolegët e juaj këtu në universitet duke treguar punën e tyre të mirë dhe të palodhshme. Ne si pedagog padyshim ndjehemi shumë të kënaqur kur shohim studentë të suksesshëm, të cilët veç më kanë filluar atë rrugtimin e tyre profesional dhe duke i motivuar, duke i stimuluar, dëshirojmë që edhe ato të mbeten pjesë e kuadrit tonë në të ardhmen. Kjo ekspozit do ngelet e hapur edhe më shumë, me sa jam informuar, për të gjithë ata që dëshirojnë ta vizitojnë. Po. Për të gjithë ardashësit, kjo ekspozit do të qëndron e hapur. Pothuajse brenda krejt vitit do të jetë e hapur, hapësirat janë të pasura me punime shumë të bukura, të veçanta, të krijuar nga studentët në bashkëpunim kuptohet me profesorët e tyre. Sot pam një grumbull studentësh që morën edhe mirënjohje për punën e tyre të palodhshme. Është kjo një stimulim për që ata në vazhdimsi të jenë edhe më artistë dhe të tregojnë sa më shumë artin dhe kreativitetin e tyre që në të ardhmen thjesht vitin e ardhshëm të vlerësohen dhe pse jo të jenë edhe kolegë tuaj. Po, është thjesht stimulim sepse pak a shumë ai studenti i cili punon duhet të dihet që vlerësohet edhe nga komuniteti i artistëve, po edhe nga profesorët e vet. Domethënë ishin mirënjohje për rezultatin e arritur, mirënjohje për angazhimin dhe mirënjohje për angazhimin në drejtime të ndryshme gjatë promovimit të universitetit e tonë. Po. A është kjo një mënyrë sa më e mirë që t'i tregohen të gjithëve se studentët tanë punojnë shumë dhe kemi studentë të cilët ja vlejnë dhe kemi studentë të cilët janë jashtëzakonisht shumë kreativ. Po, kjo është një nga mënyrat. Mënyra tjera është edhe kjo vetë ekspozita, ku ekspozita koncerti fund vitit studentëve të muzikës, shfaqja e artit dramatik që do jetë sot në orën 20. Pra, edhe ajo është një lloj është promovimi kryesor, sepse studenti e shfaq punën e tij një vjeçare se përparimin e tij që ka bën në sferën e artit. Ne ju urojmë shumë suksese dhe padyshim sa më shumë studentë të dalin nga ky fakultet, nga Fakulteti i Arteve dhe pse jo emra të mëdhenj kanë dalë nga ky fakultet dhe pse jo të ngjiten edhe në skenën ndërkombëtare. Faleminderit. Po ndodhemi pra edhe në ekspozitën përfundimtare të vitit pranë Fakultetit të Arteve të Universitetit Shtetëror i Tetovës, ku veç se pam se u bë edhe dekorimi me mirënjohje të studentëve më të dalluar. Më thoni pak për emocionet, më thoni për punën që e keni bërë deri tani, më thoni pak edhe për përgatitjen e studentëve, të cilët më tani janë drejt një rrugtimi tjetër të tyre në vitet e ardhshme të bëhen edhe kolegë tuaj. Përshëndetje. Dhe me thonë se si që e pamë këtu kemi ekspozitën e fund vitit të studentëve tanë pranë Fakultetit të Arteve. Kjo është dhe me thonë ekspozita puna e atyre puna e studentëve një vjeçare që kanë punu deri më tani deri më sot. Është një ekspozitë që mbaj çdo vit ku krahas dizajnet që bëjnë pikturimin, e kemi edhe lëndën e fotografisë, ku bashkë me profesorin Osmanin i kemi lartë ngjitur fotografitë ku do i shohim më vonë. Jemi mundu që ti bëjmë përzgjedhjen edhe aranzhimin e fotografive më të mira dhe të studentëve që kanë punu gjatë tërë vitin. Studentët me këtë mirënjohje dhe me këtë vlerësim që e morën janë të përgatitur që në të ardhmen thjesht të punojnë edhe si asistent në universitet, pse jo? Po, shqyqër, ashtu të gjithë kanë filluar. Amerikanë thunë never say never. Çdo herë, dhe me thonë, arti nuk ka limit. Mirë po, arti nuk ka rregulla.
rregulla. Ka rregulla, po për të thënë ato rregulla duhet pikë së pari të njohësh rregullat, pastaj që të mund të t'i thesh ato. Studentët tanë jo që janë të përgatitur, po janë të përgatitur për tregun edhe ndërkombëtar. Nuk bisedojmë për to, se studentët tanë, domethënë, shkëlqejnë gjithandej, si në fushën e dizajnit, si në fushën e aktrimit, si në fushën e filmit që e kemi, domethënë, një pikë të fortë si fakultet. Studentët tanë çdo herë dhe çdo kohë ku shkojnë ato shkëlqejnë. A është kjo një motivim për studentët e vitit të dytë të parë, të cilët normalisht presin të kyçen në vitin e fundit të tyre, që edhe ata mund të jenë më të mirë dhe mund të vlerësohen në nesër për punën e tyre një vjeçare? Po, domethënë, kjo është një stimulim se kur jemi tek gjenerata e re, edhe unë jam prej gjeneratës re dhe shembulli më i mirë e gjeneratës re se kur njeriu do diçka dhe ka një target se ku do të arrijë, asgjë nuk është e pamundshme. Domethënë, secili që ka vullnet, ka punë, që duhet punë dhe shumë punë, besoj që e arrin atë ku dëshiron të arrijë. Faleminderit shumë, prof. Ju faleminderit edhe juve. Sot një punës një vjeçare, i erdhi edhe një fundi ambal, duke mbaruar me dekorata, duke mbaruar me lëvdata për studentët më dalluar, por te puna e dalluar e tyne edhe është edhe kontributi juaj, që nuk keni lodhur asnjëherë duke i mësuar dhe duke dhënë maksimumin që edhe ata nga vetja ta nxjerrin maksimumin. Çfarë emocioni ndjeni sot? Është një emocion i veçantë kur flas nga prizmi i profesorit, i një edukatorit të një gjenerate të re, cila ka treguar prirje të veçantë për artet e bukura. Dhe është një lloj përgjegjësi shumë e madhe, sidomos kur merr prej vitin e parë dhe vitin e dytë kur një farforme bën një lloj do kisha thënë zbulimi të artit akademik, të normave akademike, pranë disa studentëve të friksuar në kontekst asaj se në çfarë bote po futen dhe se ku do dalin në fund të ditës. Mirë po, fal krijimtarisë së tyre, fal edhe mbështetjes pa ekivok të gjithë kolegëve të mi profesorë të cilët kanë dhënë maksimumin për këto studentë, sot neve jemi krenar me ekspozitën e studentëve tanë. Dhe besojmë që ky sukses ju atribuohet atyre, i atribuohet Fakultetit të Artit figurativ, po edhe Fakultetit të Arteve në përgjithësi, dhe gjithë ky ekosistem i cili po funksionojnë brenda Universitetit të Tetovës, është një sihariqe i mirë dhe është një thirrje publike për të gjithë ata të cilët kanë prirje për art, kanë prirje për artet e bukura, për të bukurën, të vinë të bëhen pjesë e Fakultetit të Arteve dhe të provojnë të zhvillojnë hapësitë e tyre në dirigjimin e asaj që themi ne Akademisë së Arteve. A është kjo një lloj stimulimi që ata edhe më shumë të japin maksimumin nga vetja se në fund të vitit do vlerësohen? Ndoshta pse jo të jetë ky vlerësim arsyeja që ata edhe më shumë të mundohen? Detyrimisht, pra, vetë ekspozita e fundvitit është një lloj stimuli dhe një lloj sfide që u bën studentëve për ta provuar veten në rrafshin e asaj që themi ne fusha e mejdanit të artistëve. Pra, është kjo ekspozitë ku ata ekspozojnë veprat e tyre, ekspozojnë kreativitetin e tyre para profesorëve të tyre, para kolegëve të tyre të fundit dhe në fund të ditës vinë edhe familjarët edhe kolegët të cilët vinë shohin nga fakultetet të tjera dhe gjithë kjo është sot një festë e madhe për studentët e Fakultetit të Arteve, gjithësisht të Fakultetit të Artit figurativ. Edhe pak i kemi edhe regjistrimet, pritet një numër më i lartë i studentëve këtë vit? Shpresojmë, unë mund të flas me siguri të plot që dega e dizajnit grafik është një prej degëve më shumë që ka interes për studentët. Shfrytëzoj rastin publikisht që nëpërmjet televizionit tuaj që të bëj thirrje publike të gjithë studentët, gjithësisht nxënësit e shkollave të mesme të cilët duan të vazhdojnë studimet e tyre për artet e bukura të drejtohen në Fakultetin e Arteve në Tetov, në të gjitha llojet e mediumeve, në dramë, në muzikë, në artet figurativ, pra do të gjenë një kuadër të mirëfillt cilësor i cili ofron më të mirën e tyre dhe siç e tha edhe më herët dekani i Fakultetit të Arteve, sot ne jemi në 31 vjetorin e formimit të këtij universiteti, të këtij tempullit të diturisë dhe kjo flet për një traditë të pasur ku ka se çfarë të vijë dhe të merret nga ky fakultet. Vetëm duhet të ekziston dëshira. Dëshira, po, vetëm dëshira, po. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit.
Profesor, po ndodhemi edhe në hapësirën ku se puna juaj po shihet dhe normalisht edhe një punë e palodhshme 1 vjeçare me studentët e juaj sot u vlerësua duke ju dhënë edhe mirënjohje studentëve më të mirë. Si po ndjeni pikërisht për këtë? Për mua personalisht jam krenar që kanë marrë studentët shpërblime, pa marrë parasysh se cilë drejtim, sekreti ata janë studentët tonë. Asaj përket landës time, unë mendoj se jam mundu të jap atë çka mundën vetë. Edhe studentët kanë arrit, edhe jam i gëzueshëm që kanë arrit deri këtë pikë, kanë marrë deri sa kanë që kum shpreh. Unë edhe ato kanë arrit bile ndoshta edhe kanë punuar që pa ndërprer. Dua një pyetje ndër vite, sa ka ndryshuar interesi i studentëve për artin në përgjithësi? Po këtu është se këtu ka shkallëzim shumë, gradacion. Ndonjëherë shkon më lart, ndonjëherë më poshtë. Varet prej gjeneratës, po këtu përgjithësi këtu mirë ka shku puna. Edhe mendoj që do jetë shumë edhe më mirë në të ardhmen, varet prej interesit dhe studentëve. A kemi të rinj të cilët janë me të vërtet talent dhe janë shumë kreativ? Po unë mendoj se derisa i morën shpërblimin, ata i kanë marrë ato më talentit edhe kreativ, edhe me qenë se ka shumë, po kam pas problem shumë ku t'ja. Cilin ta përzgjedh? Aty ishte bash problemi tash, bile bisedesha me tudi studentët që ishin grafikës, s'kisha si du ndaj, edhe e morëm me mesatare, e zgjodha. Atëherë ne ju urojmë shumë sukses dhe pse jo vitin e ardhshëm sa më shumë të rritet edhe numri i studentëve të cilët normalisht do i arrijnë edhe masa ndërkombëtare. Faleminderit për juve edhe jam i gëzuar që erdhët të vizituat. Profesoresh, sot është edhe fundi apo ekspozita përfundimtare e Fakultetit të Arteve këtu në Universitetin Shtetëror të Tetovës, ku edhe studentët më të dalluar morën edhe dekorata. Ajo që e pam dhe nuk mungoj është edhe studentja juaj Zulejha, e cila u dekorua si studente më e mirë. Më thoni pak për emocionin se një studente juaj u vlerësua aq shumë edhe kërkohet gjithandej. Po pra sot në Fakultetin e Arteve mbajt edhe ekspozita e fundit e studentëve të artit figurativ. Edhe në të njëjtën kohë u ndajtën mirënjohje për studentët e dalluar, po ashtu edhe për studenten time Zulejhan Saiti. Edhe kjo ishte një emocion shumë e veçantë për mua, pasi ne kemi shumë studentë të mirë, edhe Zulejhani është një nga ata student dalluar të Fakultetit Arteve të programit studimor art muzikor. A është kjo mënyrë që t'i stimuloni sa më shumë studentët që ta japin maksimumin prej tyre, pse në ekspozitën e radhës pse jo edhe ata të vlerësohen, se është një lloj stimulimi, është një lloj ashtu xhelozie e ëmbël që pse jo edhe unë vitin e ardhshëm të marr një dekorat, të vlerësohem, të marr një mirënjohje. Normal që është një stimulim shumë i madh kur studentët tanë i dekorojmë, domethënë edhe me mirënjohje, por edhe me përkrahje, edhe me fjalë të bukura, pasi ata gjithmonë kanë nevojë për gjëra të tilla, veçanërisht përkrahja që studentit ja jep profesori i vet, është shumë domethënëse dhe shumë pozitive, dhe kështu që studentja Zulejhan Saiti para një viti ajo mori edhe çmimin e parë në garat ndërkombëtare në Kosovë, në kategorinë e solfezhit, në Prishtinë, në Ars Kosova, dhe kështu që normal se është një stimul shumë i madh edhe për studenten, edhe për profesorin, edhe për drejtimin e artit muzikor dhe për drejtimin e arteve, si dhe normal për Universitetin e Tetovës. Pasi puna jonë e prezanton edhe Universitetin e Tetovës, për ndryshe ne kemi shumë studentë të mirë, studentë të cilët e kanë dëshmuar veten, edhe në vend edhe jashtë vendit, pasi të gjithë kuadrot mësimore që punojnë për institucionet arsimore janë shumica nga Universiteti i Tetovës, domethënë të gjithë arsimtarët, profesorët, po, kanë dalë nga ne, të gjitha artistët skenik po ashtu janë kuadri jonë, janë studentët tanë, dhe është një kënaqësi shumë e madhe për ne që kur i shohim studentët të kenë sukses dhe të ngadhnjejnë kështu me suksese të tilla. Profesoresh, neve nuk na ngel asgjë tjetër vetëm se edhe juve t'ju falenderojmë që jepni maksimumin që studentët të japin më të mirën nga vetja, se edhe një nga arsyet kryesore që studenti mund të tregon veten në çdo fushë është edhe përkrahja e palodhshme dhe pa kusht e profesorit. Ju faleminderit për punën. Ju faleminderit edhe juve, edhe që na vizitoni, gjithmonë që na përkrahni, faleminderit shumë. Më shumë se një ekspozit,
Kjo ishte një dëshmi se arti vazhdon të jetojë dhe të zhvillohet përmes brezave të rinj. Punimet e prezentuara sollën këndvështrime të ndryshme, emocione dhe mesazhe që flasin gjuhën univerzale të artit, ndërsa studentët u vlerësuan për arritjet e tyre. Ekspozita shërbeu edhe si një dritare që publiku të njohë talente që nesër do të formsojnë skenën artistike të vendit. Një mbrëmje ku krijimtaria u bë protagoniste, ndërsa arti dëshmoi edhe një herë fuqinë e tij për të frymëzuar.